Por shihen një lloj paqeje nuk e ka pritur mirë Rusia. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov paralajmëroi botën për një rrezik të ri që sipasi vjen nga armët bërthamore. Kuvendi rikthehet sot në seancë plenare, vëmendjen pritet ta marrë sërish 11 maj, kur rinumërimi vijon, por ndryshe nga sa priste Partia Demokratike apo humbet vota, gara tashmë është sërish mes dy socialistëve, Olta Xhaçka dhe Blerina Gjylameti. Në një intervistë për aty CNN, Blendi Gonxhe, deputeti më i votuar i Partisë Socialiste në Tiranë, mohoi akuzat se ka përdorur administratën në zgjedhjet e majit. Ai tha se votat i ka të merituara, ndërsa atyre që pretendojnë se kanë prova për të kundërtën, ju bëri thirrje të drejtohen organeve kompetente. Policia arreston shoferin e automjetit që aksidentoi 3 të miturit që lëvizën me monopatin një ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit në pranga u but 41 vjeçari Ekrem Skureni. Ai akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Zonja dhe zotrim, mirëmëngjes, mirë se vini në A2 sot, nisim bashkë të transmetim të drejt për të përcjell tek ju në minutat në vijim zhvillimet kryesore, për ta nisur menjëherë me lajmin e ditës së sotme me policinë e shtetit që ka vënë në pranga drejtuesin e automjetit, një 41 vjeçar që një ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit shkaktoi aksident me 2 monopatina me cilin lëviznin në kryeqytet 3 të mitur, të 3 të plagosur, njëri prej tyre në gjendje më të rëndë shëndetësore. Me kolegen Xhensila Kodra zhvendosemi në këto momente në lidhje të drejt për drejt për të na sjellë të gjitha detajet. Xhensila, pse vetëm sot arrestimi i tij? Përshëndetje Denisa, duke qenë se edhe policia rrugore e Tiranës tashmë ka të qartë edhe dinamikën, por edhe shkaqet e aksidentit të rënd, vuri në pranga tashmë edhe drejtuesin e automjetit që shkaktoi dhe aksidentin. Duhet thënë që në fakt të dy palët, pra si të miturit ishin duke kaluar me semafor të kuq në kryqëzim, por njëkohësisht po ashtu edhe drejtuesi automjetit 41 vjeçari tashmë i arrestuar nga ana e policisë rrugore për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, dyshohet që të ketë qenë edhe me shpejtësitë e normave të lejuara, por njëkohësisht ka kaluar me semafor portokalli. Njëkohësisht kjo akuzë rëndon mbi të edhe për faktin se ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor duke mos pasur kalimin, pra nuk ka kaluar në korsinë e dedikuar për këto mjete, por ka qenë në korsinë e gabuar, pra në korsinë e dedikuar për mjetet e transportit publik, por njëkohësisht edhe për taksi. Mund të themi se dëshmia e tij nuk është mundur të merret dhe apo të sigurohet një e plot nga ana e hetuesve pra të policisë rrugore, kjo për faktin se edhe pse mori plak të lehta në fakt, por në fakt ka qenë në gjendje shoku thuajse gjatë gjithë kësaj kohe edhe kaq orë pas aksidentit të rënd, ku në fakt 3 të miturit lëviznin 2 11 vjeçar dhe 1 9 vjeçar, lëviznin të ndarë në 2 motomjete, pra 2 monopatina të ndryshme apo skutera elektrik dhe njëri prej tyre, pra një 11 vjeçar, vijon të qëndrojë në spitalin e traumës i intubuar në gjendje të rënd shëndetësore. Ndërsa për sa i përket edhe akuzës që rëndon tashmë ndaj 41 vjeçarit, identifikuar shoferi pra i automjetit që shkaktoi dhe aksidentin, identifikuar si Ekrem Skureni, rëndon akuza e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe pritet që brenda 2 ditësh të dalin në gjykatën e Tiranës për të njohur me masën e sigurisë që do të caktohet ndaj tij. Dhe ideja është çfarë ndodh pas kësaj ngjarje të paralajmëruar, ne shpeshherë kemi kthyer edhe përmes kronikave tona Xhensila të gjithë rrezikun në rrugë, sidomos për ata drejtues të këtyre lloj skuterave apo monopatinave siç njihen, ndryshe sidomos pa masa mbrojtëse. Çfarë ke parë nga aksidenti një ditë më parë deri sot, ndoshta edhe në këto momente teksa udhëtoje me automjetin e A2 deri në vendin e ngjarjes, ku ndodhi aksidenti një ditë më parë? Ka ndryshuar diçka dhe a pritet të ndryshojë diçka, apo ndoshta nga shtatori në parlament do të nisin diskutimet për të ndryshuar edhe kodin rrugor? Në fakt Denisa, duke qenë se nuk ka një legjislacion të saktë mund të themi për sa i përket dhe përdorimit, edhe pse shpeshherë është thënë se mosha që duhet të përdori këto motopatina, pra duhet një drejtues i vetmi dhe jo 2 apo më shumë persona të cilët udhëtojnë me një monopatin, edhe pse është thënë shpeshherë që është 16 vjeç, por në fakt nuk ka një legjislacion të mirëfillt, pra diçka e shkruar në ligj për përdorimin e këtyre mjeteve. Dhe pritet për të parë nëse Ministria e Brendshme, Policia rrugore, Policia e Shtetit dhe konkretisht Policia rrugore apo edhe
transporteve pritet nëse do të ketë apo jo një nismë ligjore që do të dorëzohet në parlament, duke qenë për ndryshimet ligjore pra të përdorimit të monopatinave, duke qenë se shpesh herë dhe vetë ekspertët e sigurisë rrugore, por dhe drejtues të policisë rrugore kanë pohuar se nuk kanë një ligj mund të themi konkret për sa i përket këtyre drejtues apo gjobitjes së këtyre drejtuesve, edhe pse kanë nisur gjobat e para mund të themi prej pak muajsh për shkelësit e kësaj kategorie, pra një gjob që shkon deri në 10.000 lekë të vjetra, gjithsesi është e vështirë sërish nga policia rrugore që të identifikojë apo që të gjobisë këta drejtues për shkak se pikërisht këto motomjete, pra këto monopatina dhe skutera elektrik nuk janë të pajisur me targ, pra nuk janë të darkuara, duke qenë njëkohësisht nuk kanë mungesën edhe të mënyrës se si duhet të shohin se sa shpejtësitë është duke ecur një drejtues monopatine. Dhe të gjitha këto në fakt mblidhen në një pikë të vetme që bëhen shpesh herë drejtuesit e këtyre mjeteve të jenë shkaktarët kryesor të aksidenteve, por njëkohësisht ajo çfarë kam vënë re edhe kaq orë, pra edhe ditën e mëngjesin e sotëm, po edhe kaq orë pas këtij aksidenti fatal, mund të themi fatmirësisht pa viktima deri më tani, por fatal për shkak se kemi të bëjmë me të mitur, 3 të mitur dhe njëri prej tyre në gjendje të rëndë shëndetësore. Por ndërkohë nga ana tjetër, jo vetëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit që është te i populluar, mund të themi nga kalimet e shumta të automjeteve, monopatinave, skutera elektrik, por edhe në rrugë të tjera të Tiranës, ajo që kam vënë re është se pavarësisht se ndodh një aksident kaq i rënd, nuk ka një sensibilizim të këtyre qytetarëve apo të këtyre drejtuesve motomjeteve, pavarësisht moshës së tyre, nëse janë të vegjël, minoren apo edhe moshë e rritur. Pra, sërish ata i shkelin këto rregulla qarkullimi, nuk mbajnë krahun e djathtë të rrugës, pra të Karaxhatës, edhe pse kjo nuk është po ashtu e parashikuar në ligj, por parashikohet që minimalisht duhet të ecin në krahun e djathtë të rrugës, sërish bëjmë burim i shtuar i aksidenteve duke rrezikuar jetën e tyre, por edhe të drejtuesve të automjeteve. Nëse një i tillë në fakt do të jetë, edhe pse ekspertizat duhet të nxjerrin të vërtetën e këtyre ngjarjeve, shpesh herë shohim që edhe nëse një drejtues automjeti është brenda rregullave të qarkullimit rrugor, sërish shkaktar në këto aksidente dhe në 35% të rasteve nga të dhënat që kemi mundur të sigurojmë, ka rezultuar se shkaktar kanë qenë drejtuesit e monopatinave, por edhe të motomjeteve. Dakor, shpesher duket se të paktën me njëherë pas ngjarje të tillë mjafton një tërheqje veshi nga ana e prindërve nëse flasim për të mitur apo edhe adoleshent dhe më pas gjithçka harrohet. Ne shpresojmë shumë që 3 të miturit të jenë mirë në shëndet dhe mbi të gjitha edhe djali që ende është i shtruar në spital. Faleminderit shumë Xhensila Kodra, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Është e njëjtë dhe si çdo të njëjtë i gjithë debati edhe për 11 maj dhe atë që demokratët e quajnë fars apo masakër elektorale zhvendoset në foltoren e kuvendit. Me kolegun Ervin Koçi do të zhvendosemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë për ta pyetur fillimisht për rendin e ditës për seancën e sotme. Çfarë parashikohet Ervin, apo si gjithmonë debati do të fokusohet tek 11 maj, shtoktu edhe procesin e rinumërimit që ka zaptuar po ashtu akuzat mediatike ditët e fundit? Është seanca parafundit e kësaj legjislature parlamentare, ndaj dhe fokusi deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë do të jetë për të promovuar aksionin e tyre politike, siç është opozita e cila akuzon procesin parlamentar të 11 majit, por dhe deputetët e majorancës, ata të cilët nuk kanë folur ndonjëherë gjatë 4 viteve të fundit, kanë një shans që të thënë një fjalë në sallën e Kuvendit që mbeten në proces verbale të institucionit si ligjvënës të Kuvendit të Shqipërisë që kanë thënë mendimin e tyre në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Sa i përket rendit të ditës, sigurisht që nuk përmban një rëndësi të veçantë, janë projekligjet për kafshët, për bimët, për kontrollin e gjatë udhëtimit të pasagjerëve e tjerë, pika të cilat nuk mbartin në themi ndonjë ngarkesë të madhe politike që deputetët të përplasen ndërmjet tyre për atë se çfarë do të votohet në fund të rendit të ditës, por do të përplasen për qëndrimet e tyre politike, siç e shprehën pak më parë, ku opozita sigurisht do të përsërisë aksionin e saj të seancave të fundit që pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku ka akuzuar majorancën që ka tjetërsuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë dhe duke ripërsëritur frazën e saj të më shpesh të ditëve të fundit atë të farsës elektorale.
Më trego pak edhe për pranin e deputetëve sot në sallë. Ka quorum, s'ka quorum, se dhe kjo ka qenë temë debati pastaj. Besoj se në këto 2 seanca të fundit askujt nuk i kushton të jeti pranishëm në sallë. Sigurisht që interesi nuk është i lartë për deputetët që në pranishëm në sallën e seancave plenare, por kjo nuk do të thotë që nuk bëhet numri për të mos zhvilluar punimet e Kuvendit të Shqipërisë, pasi si deputetët e opozitës, ata të cilët kundërshtojnë rezultatin 11 majit, ashtu edhe deputetët e majorancës sigurisht që janë të pranishëm në sallën e Kuvendit për të nisur punimet e tij. Çështja e quorumit lind gjithmonë në momentin e fundit, në momentin kur votohen aktet, për shkak se disa deputetë të majorancës, por dhe kryeministri nuk është se ka ndonjë interes të shtuar për të qenë i pranishëm në sallën e Kuvendit dhe ndaj plotësimi i 71 votave hera herët është bërë disi e vështirë nga ana e socialistëve, të cilët i është dashur të presin edhe me orë në sallën e seancave plenare në mënyrë që të grumbullohen të gjithë deputetët për të miratuar rendin ditës. Por sa i përket fillimit të punimeve të Kuvendit, sigurisht që plotësimi i këtij quorumi ndihmohet edhe nga prania e deputetëve të opozitës. Tani, Rama nuk është se dim të gjithë që ndodhet në Holand në kuadër të samitit të NATO-s që mbahet atje Ervin, po ndërkohë zoti Berisha ka mbërritur besoj dhe do t'jita ai nga demokratët që do t'u dhejsh debatin sot, se edhe ka nisur seanca dhe ne e shohim sallën. Për zoti Berisha nuk mund të themi që ka ardhur, mund të vinë disa momente më vonë, por kryetari i grupit zoti Bardhis, sekretari i përgjithshëm zoti Noka, 2 persona të cilët janë përplasur më së shumti në javët e fundit në sallën e seancave plenare me përfaqësuesit e majorancës, kryesisht me kryeparlamentaren Spiro Pali dhe me ministrin e shtetit për marrëdhënien parlamentit zotin Balla. Dhe në fakt ti do të kesh në fundjavë në intervistë në skedarin tënd politik me zhvillimet kryesore të javës pikërisht zotin Bardhi, apo jo? Po, do t'jetë një intervistë që do të transmetohet në emisionin Skedari Politik me zotin Gazmend Bardhi, sigurisht për zhvillime politike dhe për çështjet e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Një nga të dalurat televizive dhe publike më të rralla të zotit Bardhi, sidomos pas zgjedhjeve të 11 majit, me shumë interes do ta ndjekim në A2. Ervin, falenderoj, ne do të rilidhemi përsëri, ndërkohë zhvendosemi në sallë sepse është pikërisht në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Bardhi, seanca ka nisur, ndjekim diskutimet live. Që ju të mbyllni kuvendin për llogaridhënien që kanë institucionet e pavarura që do duhet japin në kuvend. Nuk ka asnjë rregull të tillë, as në kushtetut, as në rregullore, përkundër vendimi juaj është shkelje flagrante e Kushtetutës Republikës Shqipërisë, sepse heq kuvendit një nga funksionet kushtetuese, është në shkelje flagrante të afateve që përcakton rregulloria e kuvendit. Faleminderit. Po, të 26 institucionet e pavarur janë të parashikuara në kalendarin e kuvendit, ashtu siç e kemi miratuar për të diskutuar dhe sigurisht është në tagrin e komisioneve për t'i vendosur në agjendë e në kalendare për t'i diskutuar në komisione. Kështu që në varësi besoj të komisioneve dhe të gjithë antarëve të komisioneve deputetëve duhen kalendarizuar edhe dëgjesat me institucionet e pavarura. Ka qenë në pamundësi, besoj, të deputetëve dhe të drejtuesve të komisioneve për t'i përfshirë në kalendare dhe në digjes, për shkak edhe të asaj që kemi thënë herën e shkuar, prezencës deputetëve e të tjera çështje që besoj t'ia kursejmë publikut nga këtu në diskutim, sepse i kemi diskutuar dhe herë të tjera, por në kalendar sigurisht, sipas detyrës tonë, ato janë përcaktuar dhe janë kaluar edhe në kalendar dhe janë votuar edhe në këtë seancë, pra janë në kalendare. E kuptoj shqetësimin zoti Bardhi, po besoj detyrën tonë do ta bëjmë si për dëgjesat e institucioneve të pavarura dhe krerëve të tyre në komisione, ashtu edhe në seancë plenare. Nuk mund ta them a mund të bëhen brenda këtij sesioni, por duke qenë se janë në kalendar, unë besoj se mundësia është. Ndoshta jo për të gjitha, po për disa prej tyre. Vijojmë me rendin e ditës, projekt ligji për përpunimin e informacionit të udhëtimit në Republikën e Shqipërisë. Referuar nenit 73.2 ka pyetje për nismëtarin, ministrin Hoxha? Jo, atëherë vijojmë me paraqitjen e aktit nga nismëtari, zoti Hoxha, keni fjalën. Ju lutem, se i dash fjalën, më pas jeni në diskutim. Prezantoj ministri dhe më pas. E nderuar kryetare e Kuvendit, e nderuar deputet,
Një tjetër nisëm e sjell për miratimin tuaj sot në kuvend është projekt ligji për përpunimin e informacionit të udhëtimit në Republikën e Shqipërisë, një nisëm në përmbushje të standardeve më të larta të sigurisë, mbrojtjes së të dhënave dhe për të avancuar në rrugtimin ton drejt Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj parafron plotësisht legjislacionin shqiptar me akis të Bashkimit Evropian në fushën e përpunimit të të dhënave të udhëtimit. Më konkretisht, të dhënave paraprake të pasagjerit dhe të dhënave në regjistrimin e emrit të pasagjerit. Shumë shkurt po ndalem tek disa pika që unë i vlerësoj shumë të rëndësishme në këtë nisëm. Në radhë të parë, para se të kaloj tek detajet, dua të theksoj se miratimi është parakusht për nisjen e negociatave për një marrëveshje ndërkombëtare me Bashkimin Evropian për shkëmbimin e të dhënave, të cilat aktualisht nuk merren nga njësia e informacionit të pasagjerit, njësi që funksionon pranë policisë së shtetit për fluturimet me vendet e Bashkimit Evropian. Ky është një boshllëk që duhet plotësuar me urgjencë për të përmbushur angazhimet tona si vend kandidat. Për të realizuar këto procedura pune, njësia ka nevojë për personel 24/7 për të mbajtur nën kontroll gjithë lëvizjet e pasagjerëve gjatë fluturimit dhe për të siguruar të gjithë të dhënat nga kompanitë në mënyrë të vazhdueshme, fluide, cilësore dhe të sakta. Për kryerjen e këtyre proceseve ka nevojë gjithashtu edhe për specialistë të analizës nga struktura të tjera ligjzbatuese, të cilët krijojnë rregulla dhe profile bazuar mbi informacionin policor. Dhe në çdo burim i hapur apo i mbyllur të strukturave policore apo autoriteteve kompetente. Risitë që sjell janë nisma të qarta dhe konkrete. Ky ligj krijon një kuadër të plot ligjor dhe të pavarur për përpunimin e të dhënave, duke zëvendësuar dhe përmirësuar boshllëqe që ekzistojnë në ligjin aktual për kontrollin kufitar. Garanton mbrojtjen e të dhënave personale dhe pasagjerëve. Këto të dhëna do të përpunohen dhe do të ruhen vetëm nga autoriteti i vetë përcaktuar me ligj, në mënyrë të sigurt dhe në përputhje të standardeve të larta europiane dhe sigurisë kibernetike. Konsolidon kompetencat e sektorit inteligjencës së udhëtimit pranë policisë shtetit, si dhe përcakton qartë detyrat e institucioneve që do të bashkëpunojnë me të për qëllimet sigurisë publike dhe procedurave penale. Krijon një strukturë centralizuar për mbledhjen e përpunimit, ruajtjen, shkëmbimin dhe fshirjen e të dhënave, përfshirë edhe veprime të tilla si anonimiteti, transmetimin ndërkombëtar dhe pseudonizmi që përputhen me direktivat dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. Garanton pavarësinë e strukturave përmes një kuadri që shmang varësitë nga akte të ndryshme nënligjore dhe i jep siguri funksionimit të saj. Rrit eficiencën për parandalimin dhe hetimin e veprave penale përmes mundësisë së autoriteteve kompetente, të cilat duhet kenë akses në të dhënat e nevojshme për qëllimin e sigurisë dhe ndjekjes penale. Përcakton rolin e autoritetit kombëtar të mbikëqyrjes, i cili do të garantojë ruajtjen e të drejtave të qytetarëve dhe kontrollit mbi mënyrën e përpunimit të të dhënave. Të nderuar kolegë, projekt ligji është një instrument strategjik për forcimin e sigurisë kombëtare, përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe një hap i qartë drejt përmbushjes së kritereve të anëtarësimit Bashkimit Evropian. Me votën tuaj pro, ne i japim Shqipërisë një mjet të ri, të sigurt dhe të standardizuar për përballimin e sfidave të sigurisë kombëtare, për garantimin e drejtave të qytetarëve dhe për ndërtimin e një sistemi modern, të drejtë dhe efikas të menaxhimit të të dhënave të udhëtimit. Faleminderit. Hapim debatin për projekt ligjin sipas listës së diskutantëve të regjistruar. Zoti Noka për procedurë. Në këtë sesion ka qenë parashikuar që të votohet kandidaturat e avokatit popullit. Ka kaluar kandidaturat gjithë procedurat e nevojshme parlamentare dhe është lënë para zgjedhjeve në një bisedë me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste që pas zgjedhjeve të kalojnë për votim. Zonjë, në kalendarin e këtyre dy jave nuk ekziston
votimi I kandidaturave të avokatit popullit. Ju lutem, respektoni rregulloren, futeni në rend të ditës votimin e kandidaturave për kryetarin, për avokatin e popullit. Zoti Noka, unë nuk kam asnjë informacion që është rënë dakord mes grupeve parlamentare apo që ka patur diskutime për të gjetur dakordsinë mbi emrat apo emrin për avokat popullit për të votuar në këtë seancë. Dhe kjo është arsyeja pse nuk është përfshirë. Besoj duhet të kemi një dakordsi, duhet të kemi diskutime paraprake, duhet bijem dakord për emrat që do votohen e të tjera çështje se nuk mund të vijoj më tej. Nëse zoti Peleshi ka diçka për të shtuar, që kërkoj fjalën, zoti Peleshi, po. Jo, kemi folur disa herë edhe këtu në seancë, është e vërtet që është ngritur nga zoti Noka dhe unë kam kërkuar që thjesht të bëjmë një proces, jo thjesht, po të bëhet procesi si gjithmonë në zgjedhjen e krerëve të institucioneve të pavarura, pra të ulemi të dëgjojmë propozimet e opozitës, duke respektuar edhe traditën që propozimet vinë nga opozita, por majoranca para se të votoj ka të drejtën që të njihet me të gjithë të bëjnë diskutim edhe të arrihet një dakordsi paraprakisht. Të gjitha propozimet e ardhura, pra që kanë kaluar procesin deri në komisione, janë të propozuara nga opozita dhe për këtë arsye ne duhet që të zhvillonim bisedime. Unë kam bërë një bisedë për së vërtetës me zotin Noka në një nga seancat. Ishim afër zgjedhjeve dhe e lam që ta rimarrim këtë temë pas zgjedhjeve, tani jemi pas zgjedhjeve, mund ta rimarrim, ta vazhdojmë nëse kemi kohë, po besoj ka ngelur vetëm një seancë dhe duket me mundshme ta rimarrim në shtator. Gjithsesi, ne s'kemi ndonjë kundërshtim që të vazhdojmë procesin e përmbylljes të zgjedhjes së avokatit popullit. Në të gjitha rastet, zgjedhja e avokatit popullit duhet të jetë një prioritet absolut, qoftë edhe I sesionit të ri që në shtator. Dakord, hapim debatin për projekt ligjin sipas listës së diskutantëve, po mos ta bëjmë debat. Zoti Berisha, ju keni fjalën, jeni I pari I regjistruar në listën e diskutantëve. Kështu që mund t'ju jap fjalën për nëse e keni për procedurë, po. Problemi I avokatit të popullit është një problem që shtyhet prej pothoj një viti. Dhe shtyhet sepse ju, ose kreu ju I Ramaduro, si që po e quajnë tani më në gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndonëse ai plotëson çdo kriter dhe e nderon atë detyrë. Por në rregullin ka qenë që avokati propozohet nga opozita dhe ju kërkoni t'impononi nëpërmjet përjashtimeve pa asnjë kriter të kandidaturave që paraqet opozita, t'impononi kandidaturën dhe jeni të gatshëm ta shtyni me vite vetëm që një kandidaturë e cila për ju nuk pranohet vetëm se ka vitet e persekutimit dhe burgosjes politike. Dje unë dhash një intervistë dhe një gazetar I mirënjohur më pyeti a janë zgjuar demont e sistemit të vjetër në Shqipëri me Ramaduron, edhe aja kishte marrë vesh se edhe ai fliste për Ramaduron. Dhe kjo që po bëni ju është dëshmi e zgjimit të atyre sepse ju keni hezitim të pranoni një kandidatur nga grupi nga shtresa e përsekuturëve politik, ndonse zoti Ndregjoni I plotëson të gjitha kriteret. Prandaj sot hajde ta votojmë edhe ta mbyllim këtë punë, mos kjo është e pa prerë, është një institucion. Pavarësisht se në narkoshtet institucionet të gjitha shumëzohen me zero, po përsëri për ne, ky është një institucion edhe që duhet të plotësohet me drejtuesin e tij.
Fjalën e ka kërkuar Ministri Balla. E kërkova fjalën thjesht për të sqaruar që nuk shkruhet asgjë kundi në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë që avokati i popullit i takon opozitës. Por ka një rregull të pashkruar, të cilën e kemi respektuar gjithmonë, vetëm në një rast të vetëm që erdhi për pasojë të një marrëveshje politike në 17 maj 2017, opozita ka pasur ekskluzivitetin e propozimit të një emri. Në rast se ju keni dëshirë të kthehemi në një marrëveshje si në 17 maj 2017, patjetër nuk ka ndonjë problem, duhet diskutuar. Por në të gjitha rastet e tjera ka pasur një proces. Dhe procesi është një proces, modeli më i mirë ka qenë ai viti 2012, kur grupi parlamentar i Partisë Socialiste në opozit në atë kohë hapi një proces të hapur, ku konkuruan një numër i konsiderueshëm kandidatësh, por dhe përgjatë atij procesi, më vjen keq që këtu nuk është zoti Patozi apo drejtues të tjerë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe përgjatë atij procesi ka pasur një konsultim me grupin e mazhorancës për të rënë dakord për emrin. Kështu që ju nuk mund të vini të thoni o ky o Rame vdishëm, por zoti Peleshi në mënyrë të përsëritur, përpara zotit Peleshi edhe zotit Çuçi, përpara zotit Çuçi edhe unë si kryetar grupi, ju kemi thënë që hajde të ndërtojmë një proces. Ka një model të konsoliduar në Kuvendin e Shqipërisë, siç e kemi thënë që vihet me ju mund të sillni 4 kandidatura, ndër ato 4 kandidatura hiqen 2 kandidatura me propozim të mazhorancës dhe shkohet me 2 kandidaturat e mbetura për të votuar. Dhe këtë model e kemi në fakt të vendosur edhe në përzgjedhjen e disa institucioneve tjera. Mos harroni asnjëherë që kërkohen 84 vota për zgjedhjen e avokatit popullit. Në këtë legjislaturë nuk janë. Kështu që as në të tjetër. Kështu që në këtë aspekt është e kotë që ju të përdorni shembuj që nuk ekzistojnë, ndërkohë që i vetmi shembull që ekziston është ai i 17 majit 2017, kur ne në seancën e datës 25 maj 2017 kemi votuar zonjën Balanca për një mandati së cilës, se jeni dhe keq me matematikën, ka përfunduar para 3 vitesh, jo para 1 viti. Dhe ky proces ka 4 vite pothuajse që po zgjat, sepse e kemi filluar që 6 muaj para që në janar të 2022-shit, po ne jemi në korrik pothuajse të 2025-s, 3 vite e gjys. Prandaj mos e kërkoni përgjegjësinë ke grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por merrni përgjegjësinë që e keni shkaktuar vetë, nuk keni dashur vetë ta zgjidhni avokatën e popullit, dhe ndërkohë që zoti Peleshi është shumë i qartë në atë që sqaroi që koha e mbetur për të kryer një procedurë sipas edhe standardit, sipas edhe praktikës parlamentare është e pamjaftueshme për ta konkluduar. Por nëse ju zgjoheni nga gjumi, zoti Peleshi është i qartë. Faleminderit zonja kryetare. Zoti Noka, nëse është për të njëjtën çështje, vijojmë, keni kohën e diskutimeve plot për procedurë. Besoj kemi rast për ta diskutuar, por nuk është ky rasti sepse kemi patur kohë plot për ta diskutuar këtë çështje dhe duhet jemi më serioz për zgjedhjen e avokatit popullit. Tani merrni fjalën për procedurë, po më pas vijojmë me diskutimet. E keni të vish dhe të flasish gjëra pa lidhje është gjëja më e thjeshtë, por ne po flasim për çështje shumë të rëndësishme. Nuk ka marrëveshje të shkruar, por gjithmonë për kaq vitesh ka qenë një kod komunikimi mes nesh kur vjen puna për institucionet e pavarura dhe çfarë? Avokati i popullit i takon opozitës, asnjëri për jush nuk thotë që nuk i takon. Është biseduar, kemi biseduar me një, dhe është lënë për pas zgjedhjeve, e tha vetë zoti Peleshi. Tani zonjë, ne kemi konkluduar me emrin,
kemi konkluduar, nuk ka patur asnjë kundërshtim nga ana e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për emrin. Ka patur vetëm një çështje që është diskutuar para zgjedhjeve. Ta shtym pas zgjedhjeve. Kjo ka qenë dhe grupi parlamentar joni ka rënë dakord. A mund na thoni pse nuk është në agjendë? Ka 4 vite, siç e tha edhe zotria, që diskutohen emrat dhe kanë kaluar të gjitha procedurat parlamentare. Është bërë dëgjesa, është bërë konsultimi, kanë kaluar në komisione dhe është vetëm procedura e konsensusit nga ana e majorancës dhe e votimit. Në bisedimet me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ne kemi marrë konsensusin. Thjesht na është kërkuar të presim datën pas zgjedhjeve për ta votuar. Kjo është. Më thoni çfarë procedure apo çfarë etape nuk është ezauruar deri tani. Pse kandidaturat e avokatit popullit flenë për 4 vitesh në zyrtarët tuaj? A është kjo rrëmbim i një të drejte të opozitës? A është kjo një arrogancë ekstreme? Këtu a jemi për agenda personale apo për qoka personale, apo jemi për agendë politike për cilën ne na kanë zgjedhur zgjedhësit dhe për të funksionuar konform kushtetutës dhe rregullave? Për çfarë jemi? Ju lutem, futeni urgjent në renditës, kemi edhe një seancë tjetër, ose futeni sot ose shtyheni për seancën tjetër. Faleminderit. Zoti Peleshi sapo tha që nuk ka patur as proces, as komunikim, as dakordsi, as konsensus për emër. Nëse doni të hidhni për konsum publik emra dhe më pas mos votohen në seancë dhe mos ketë asnjë lloj dakordsie, atëherë ne mund të vijojmë. Kjo është gjëja më e thjeshtë për të bërë. Por ju lutem, përfshihuni në këtë proces të dyja palët, duhet të rënë dakord për emrat, nuk ka dakordsi as për emrin, as për votim, nuk ka konsensus dhe sigurisht që s'mund të ketë votim në këto kushte. Zoti Sula, keni kërkuar fjalën për procedurë? Po, është pas. Zoti Sula se ka marrë asnjëherë fjalën për procedurë. Faleminderit zonja kryetare. Sigurisht unë ndaj mendime në pikpamje parimore që në funksionimin e Kuvendit të Shqipërisë nuk ka funksionuar normalisht dhe sigurisht kjo është përgjegjësi pa diskutim kryetares së Kuvendit, majorancës dhe pa diskutim dhe opozitës në qasjen e saj që ka në raport me problematiket të cilët do duhet që të kalojnë në Parlamentin e Shqipërisë, në Kuvendin e Shqipërisë dhe në rastin e fundit për avokatin e popullit. Pa diskutim që, siç e tha dhe ju, kjo është konsum publik nga të dyja palët në mënyrë të qëllimshme për të shmangur se ku qëndron problemi dhe kush ka interes individ të caktuar apo grupet të caktuar për të vazhduar në mënyrë antikushtetuese që të rri në detyrë avokatja e popullit, tani nuk ka nevojë të diskutohet më tej, sepse këtu jetojmë dhe kemi aq informacion kushdo nga ne, të paktën, se kush është interesuar për këtë qasje. Problemi të cilit ka ngritur kryetari i grupit zoti Bardhi për institucionet e pavarura. Zonja kryetare, ju tërheq vëmendjen shumë sinqerisht për qasjen tuaj në raport me institucionet e pavarura. Është e pafalshme që të shkelësh kushtetutën, të shkelësh rregulloren e Kuvendit, në 102 pika 5 në mos gaboj, ku thuhet që institucionet e pavarura jo më vonë se sa muaj qershor i vitit pasardhës do duhet që të raportojnë në Kuvendin e Shqipërisë dhe të miratojnë rezolutat e tyre. Dhe është e pafalshme dhe është antikushtetuese që Kuvendi i ri që mbledhet në muajin shtator, të jetë ai i cili do të miratojë për rezolutat apo do të marrë në shqyrtim raportimin e institucionit pavarur në komisionet parlamentare, i cili nuk e njeh veprimtari. Në një kohë që për rezolutat e vitit 2024 janë miratuar pikërisht ky
parlament dhe janë pikërisht këto grupe parlamentare, po këto komisione parlamentare, po këto deputet të cilët e linë të drejta kushtetuese që institucionet pavarur të vitë të raportojnë në këto komisione dhe të jenë ato të cilët i kërkojnë llogari për mos përmbushjen ose jo të një projekt rezolute të miratuar nga ky kuvend. Pra është shkelje flagrante kushtetuese rregullore së kuvendit. Pse ndodh kjo zotëtar? Kjo ndodh për një arsye shumë thjeshtë dhe duhet ta marrin vesh gjithë qytetarët shqiptar. Arsyeja është sepse në Komisionin e Ligjeve, në Komisionin e Sigurisë Publike dhe në komisionet të tjera parlamentare ka persone të cilët kanë konflikt interesi me institucionet pavarura, duke filluar nga SPAK-u, ILD-ja, KLP-ja, KLG-ja dhe institucionet tjera pavarura. Dhe pikërisht për mos pasur nuk ka të legjitimitet personat të saktuar. Diskutohet për çështjet e rendit të ditës, por opozita ka ngritur edhe një herë çështjen e avokatit të popullit pas 3 vitesh në përfundim të mandatit të avokates aktuale Erinda Ballanca, e cila vijon të qëndrojë në detyrë. Për këtë ka diskutime mes opozitës edhe maxhorancës. Gjithsesi do të shohim se çfarë do të ndodh në vazhdim. Ne do të ecim edhe me të tjera zhvillimet të ditës. Agjencia e Inteligjencës Amerikane mbështet pohimin se centralet bërthamore të Iranit janë dëmtuar rënd pas sulmit të fundjavës. Vetkreu i CIA-s theksoi se do duhen vite përpara se Teherani të mund të rindërtojë atë që zotronte para të shtunës. Programi bërthamor i Iranit është dëmtuar rënd nga sulmi amerikan i fundjavës. Këtë mbështet drejtori i CIA-s John Ratcliffe. Përmes një deklarate ai thekson se Agjencia e Inteligjencës ka zotruar një sër provash të besueshme që tregojnë se programi bërthamor i Iranit është dëmtuar rënd nga sulmet e fundit, duke nënvizuar se një përpjekje gjëre e komunitetit të inteligjencës është duke vazhduar për të përcaktuar ndikimin e sulmeve amerikane në 3 nga centralet bërthamore të vendit të shtunën. Pa dhënë shumë detaje, Ratcliffe tha se provat e CIA-s përfshinin inteligjencë të re nga një burim i besueshëm që pohon se disa objekte kryesore bërthamore iraniane u shkatruan dhe do të duhej që të rindërtoheshin vetëm me kalimin e viteve. Nuk ishte e qartë nëse Ratcliffe po ofronte një vlerësim zyrtar të agjencisë apo pikpamjen e tij për inteligjencën. Deklarata erdhi një ditë pasi CNN dhe media të tjera raportuan një analizë fillestare nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes, e cila sugjeroi se sulmet ajrore të SHBA-s të shtunën nuk shkatruan disa komponent kyç të programit bërthamor të Iranit dhe më shumë gjasa vetëm sa i penguan ambiciat bërthamore të Teheranit me disa muaj. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë këtë vlerësim, i cili hedh dyshime mbi pretendimet e presidentit Donald Trump se sulmet zhdukën aftësinë e Iranit për të prodhuar një armë, duke e quajtur atë të gabuar. Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare Tulsi Gabbard postoi gjithashtu në X të mërkurën se inteligjenca e re mbështeste idenë se objektet bërthamore të Iranit u shkatruan në sulme. Në samitin e NATO-s, presidenti amerikan lëvdoi vendimet e tij dhe të administratës që drejton në javën dramatike për botën, duke thënë se përveç Iranit kishte zgjidhur edhe çështjen mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia ishte gati të vepronte, tha ai. Presidenti amerikan u shpreh bindur për shkatrimin e programit bërthamor të Teheranit, ndërsa pranoi se Putin ka ambicie bërthamore përtej Ukrainës. Konferencën e shumë pritur për shtyp në samitin e NATO-s në Hag, presidenti amerikan Donald Trump e shfrytëzoi për të lëvduar veten dhe administratën e tij, lidhur me vendimet e marra në javën dramatike për lindjen e mesme dhe të gjithë botën. Duke theksuar suksesin e madh të operacionit ushtarak kundër Iranit, ai përsëriti se i gjithë programi bërthamor i Republikës Islamike ishte asgjësuar. Sulmoi jashtë për mediat amerikane, përfshirë CNN dhe New York Times, që sipas tij përhapën lajmin e rrem se impjanti bërthamor në Fordo nuk ishte shkatëruar nga bombat bunker shpërthyese. Mediat në fakt cituan një raport të inteligjencës amerikane. Presidenti Trump e krahasoi sulmin me atë në Hiroshima dhe tha se i kishte dhënë fund luftës. Trump njoftoi gazetarët se Shtetet e Bashkuara do të takoheshin me Iranin javën e ardhshme mbi një marrëveshje të mundshme bërthamore, edhe pse siç pohoi vazhdimisht nuk beson se një ujdi e tillë është e nevojshme tashmë. Do të flasim me ta javën tjetër, me Iranin. Mund të nënshkruajmë një marrëveshje, nuk e di. Por unë nuk mendoj se është aq e nevojshme. Ata patën një luftë. Luftuam, tani po kthehen në botën e tyre. Nuk më intereson nëse kam një marrëveshje apo jo. Ne e shkatruam programin bërthamor, me fjalë të tjera është asgjësuar. Thash që Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Mirë, ne e hodhëm në erë.
Sa i përket luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, Trump tha se beson se Putini është vërtet i interesuar të japë fund luftës, megjithatë në një pohim kontradiktor. Pohoi se Rusia mund të ketë ambicie territoriale edhe përtej Ukrainës. Po, ka mundësi që të ketë, por di edhe një gjë tjetër. Dëshiron një zgjidhje? Më telefononi më herët dhe më tha, a mund të ndihmoj me Iranin? I thash jo, mund të më ndihmosh me Rusin. E shoh si një person të këshilluar keq. Mendoja se do e kishim zgjidhur tashmë. Dakordsinë e liderëve të NATO-s për të rritur shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë në 5% të GDP-s, Trump e cilësoi një fitore të madhe për të cilën nuk hezitoi të merrte meritat. Megjithatë, ai kërcënoi të ndëshkonte Spanjën pasi kryeministri Pedro Sánchez deklaroi se mund t'i përmbushte angazhimet ndaj NATO-s edhe duke shpenzuar më pak se objektivi i ri prej 5%. Në një deklaratë që shkaktoi befasi, Trump tha se gjatë javëve të fundit kishte zgjidhur një sër konfliktesh të tjera, përfshirë atë mes Kosovës dhe Serbisë, duke ndalur Beogradin. Ministria e Jashtme e Iranit ka konfirmuar se objektet bërthamore të vendit janë dëmtuar rënd nga sulmet e Amerikës dhe Izraelit, megjithatë nuk ka sqaruar nëse bëhet fjalë për laboratoret e pasurimit të uraniumit apo godinat mbitoksore. Garda revolucionare ish kthyer kërcënimeve. Irani pranon dy strate në rënd në betejën me Amerikën. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Teheranit, Esmail Bagei, tha se objektet bërthamore në Iran janë dëmtuar rënd nga sulmet ajrore të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Por ai nuk specifikoi nëse dëmi ndodhi në objektet mbitoksore apo nëntoksore. Vetë Ministri i Jashtëm Sayed Abbas Araghchi tha se sulmet vetëm sa e kanë forcuar vendosmërinë e Iranit për të çuar përpara programin e tij bërthamor, sipas një raportimi nga media iraniane. Ministri theksoi përpjekjet e konsiderueshme që Irani ka investuar në teknologjinë e tij bërthamore, duke vënë në dukje se shkencëtarët kanë bërë sakrifica të jashtëzakonshme, përfshirë dhënien e jetës së tyre për këtë kauzë. Ai tha mëtej se askush në Iran nuk do të heqë dorë nga këto teknologji. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave mbrojtëse të Izraelit, Eyal Zamir, deklaroi se IDF-ja ka arritur të gjitha qëllimet e saj pas 12 ditësh sulmesh ndaj Iranit, duke shkatruar programin bërthamor. Përballë këtyre pohimeve, komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, generali Mohammed Pakpur, lëshoi një kërcënim të fortë. Të gjithë luftëtarët tanë janë gati me gishtat në këmbës. Nëse armiku bën një gabim, do të përballet me një përgjigje të vendosur dhe të fuqishme, ashtu siç u përball gjatë 12 ditëve të fundit. Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e këtij vendi, nuk hezitojmë për asnjë moment. Fushata e bombardimeve të Izraelit ndaj Iranit e nisur me një sulm të papritur më 13 qershor, shkatroi nivelin më të lartë të udhëheqjes ushtarake iraniane, vrau shkencëtarët e saj kryesor bërthamor dhe shënjestroi lokacione bërthamore. Irani u përgjigj me raketa që shpuan mbrojtjen e Izraelit në numër të madh për herë të parë. Pas 12 ditësh luftë, një armpushim u arrit me ndërmirësimin e presidentit të SBA-s, Donald Trump, midis Iranit dhe Izraelit, por pas sulmit të fuqishëm amerikan të së shtunës. Rusia nuk ndjet as pak mirë që Irani i vodhi asaj vëmendjen që kishte si gogoli i botës ndaj përgjegjësinë për të ngritur veten prapa aty ku ishte, ja ka lënë ministrit të saj të jashtëm Sergej Lavrov. Situata globale është tepër e tensionuar dhe rrezikon të percipitojë në një konflikt bërthamor, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një fjalimi në Turkmenistan. Lavrov përmend situatën në Europë, e cila sipas tij po përjeton rritje të ndjenjave ekstremiste. Ora kiametit po afron. Ky është paralajmërimi që ka bërë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një fjalimi në Turkmenistan. Sipas Lavrov, Rusia po tenton të tërheqë krepat prapa, duke punuar për të shmangur një katastrofë bërthamore. Siguria globale është ndoshta çështja më kritike sot, veçanërisht ndërsa ora famkeqe e kiametit vazhdon të trokas drejt mesnatës, tha Lavrov gjatë një fjalimi para stafit, fakultetit dhe studentëve në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turkmenistanit. Është helbësore të parandalohet një skenar i tillë dhe ne jemi të angazhuar aktivisht në përpjekje për të shmangur një katastrofë. Sipas Lavrovit, diskutimet rreth shpërthimit të mundshëm të një lufte të tretë botërore janë bërë vërtet shqetësuese. Është bërë thuajse zakonshme të flasësh për mundësinë e luftës së tretë botërore, tha ai. Kjo është veçanërisht alarmante duke pasur parasysh ringjalljen e qendrimeve agresive dhe luftarake në gjithë Evropën, sikur dy luftra botërore dhe konflikte të panumërta të mos ishin të mjaftueshme për udhëheqësit sot të bëhes. Lavrov vuri duke gjithashtu ato që ai përshkroi si zhvillime inkurajuese në politikën globale.
Ka disa trende pozitive, tha Lavrov. Njëra prej tyre është theksi mbi realizimin dhe logjikën e shëndosh të shprehur nga administrata Trump, e cila e bazon politikën e saj të jashtme në interesat kombëtare, si të Shteteve të Bashkuara, ashtu dhe të kombeve tjera sovrane. Ky është një ndryshim kyç nga administrata e mbarshme e Biden, e cila ishte tërësisht e konsumuar nga një agjendë neoliberale dhe hegemonike, përfundoi shefi i diplomacisë ruse. Ishte e gjithçka për Radio Sot në këtë hapësirë informative. Ritakohemi bashkë në orën 11 dhe me të tjera zhvillime.